Është e sigurt ta përdorim Wi-Fi kur në mënyrë kategorike unë do thoja jo. Përdorim llogarinë bankare? Në mënyrë kategorike unë do thoja jo, sepse mirë është që mobile data apo interneti i sigurt të përdoret në raste ku ti do të provosh të hapësh një account që ka në përbërjen e tij, po themi kredencialet e llogarisë tënde bankare. Kjo është mandatore, pra është e detyruar në një lloj forme, e detyruar sepse në këtë moment ti e bër automatikisht pjesë, sepse çfarë ndodh? Ne nuk e dim fare se kush e përdor atë internetin i cili është public, nuk e dim fare se kush e kontrollon trafikun e atij interneti që është public, dhe gjithashtu ekzistojnë ca fake spot të caktuar, të cilat merren pikërisht me grumbullimin e informacioneve të ndryshme nëpërmjet këtyre linjave të caktuara të internetit që janë public.